jeta mund të jetë bardhë. Jo, Jo, do e mbajmë të se Gjesi, sa herë që ne themi diçka gabim dhe unë them prije, Gjesi e len aty, kështu që vazhdo çfarë do thojmë. She wants to see us fall. Jeta nuk është bardhëzi, por ne sot jemi. Jo vetëm ne, por dhe humori ynë, po nuk do ta tregojmë këtu sepse televizioni këto ka, YouTube këto ka, Handale këto ka. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët në Pa Manual, episodi 10. Tani e thua, Episodi 10. Episodi 10 e the se mua nëntën ma E let di mua. që ka edhe një gjë për numrin 10, thjesht nuk jam shumë e sigurt. Çfarë ka për numrin 10? Nuk është e sigurt. Nuk jam e sigurt. Nuk rimon me asgjë 10, a me ingli, kështu që hiq dorë. 10. Më thoni pak tani si e kaluat këtë fundjavë, që ta nisim të hënën mbar. Qa ishte fundjava jon para një fundjave të zonjës përballë në Barcelonë? Hola guapa, më fal. Hola guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero qué guapas que sois, me encanta. E puta dhe që mikrofonin, më ka problem. Unë jam kënaqur shumë. Barcelona është fantastike, sa herë që shkoj bia akoma më shumë në dashuri me atë qytet dhe gjithkohës kisha në mendje këngën Fall in love again and again, fall in love again. Duke qenë se unë jam single, më përshtatet për qytetin ajo kënga. Mban mend atë vësin që Megli duhet Sa do e pyesja, ha, e takova atë? E takova, por duke qenë se universi gjithmonë në favorin tim, ai ishte shpërngulur në Madrid. Por kishte një datë aty dhe e takova, ishte nuk ja dha zhvathin, sepse vendosa që përveç Okej. Shko kur thon me çantë shpinë edhe do të bësh të aventuriere. Edhe kur o thon low cost. Low cost edhe direkt nga puna, por duke ikur nga puna në aeroport ishte një taksist që ishte nga Berati. Tani nuk e mbaj mend çfarë kemi thënë për çunat e Beratit. I kam shar unë dhe kam thënë që i rref gruaja, apo ishte në lushnja? Ishte lushnja pa lushnja. Di që kemi shar. Unë mendoj që do ta tërheqim mbrapa se çunat e Beratit ishin shumë të mirë. Qa tha? Ai ndishte Pa Manualin dhe ishte shumë i lumtur dhe shumë dakord me gjërat që kemi thënë ne për shumë. Do të thënë për çuna profesione. Që është okay me gjërat që kemi thënë ne. Po, dhe tha që jam dhe shumë i lumtur për faktin që ju keni marrë dhe e të gocave, pra keni folë dhe për vajzat, keni treguar këtë që bëm ne për unazën me gjel, plakat. Që kemi qatë gocat. E kemi bërë një herë në hënën blu, siç thonë anglezët, once in a blue moon, po e kemi bërë. E kemi bërë. Edhe ai ishte shumë, edhe jam kënaqur dhe i tha, më duket as sigur se kishte shumë trafik, tha më duket as sigur jam në një podcast deri te aeroporti. Ja kalova shumë mirë, më nisi fundjava super dhe mbylla super. Mua në gjithë gjërat që pash këtë fundjavë më habiti dhe më la me gojë hapur mashkulli më seksi në planet për 2025-ën që ishte Jonathan Bailey. Tani, unë kam një pyetje. Pse jeni kaq me standarde të dyfishta? Pse është standardi dyfisht kjo bukurisë? Sepse ai kishte veshët si tmit. Mua mi shajnë veshët. Veshët ati ishin realisht vesh të mëdhenj. E kishin konsideruar seksi. Mua pse nuk më konsiderojnë seksi me këta vesh si elf? Kam e di pse, sepse ti je shumë seksi, ato kanë një natë që nuk janë kaq seksi sa ty. Dhe s'kan vesh si elf edhe. Ndoshta s'kan vesh fare. Më ngushëlluat vajza, faleminderit. Mund t'ja prer veshin dikush. Përpos kësaj, ajo duket vërtet ai mashkulli më seksi në planet. A keni parë Bridgerton? Ai kemi parë Luçuna Bridgerton. Bridgerton tek sezoni mos gaboj i parafundit është ky djali që është aktor kryesor, ky djali, ky në të vërtet është gay. Edhe mashkulli më seksi në planet edhe gay? Prandaj mua m'pëlqejnë. Prandaj unë shumë meshkuj që kam pëlqyer, kam marrë vesh që kanë qenë gay. Se kanë qenë seksi nëse se doli. Në serial ky është seksi sepse love language-i i tij është affection. Është jep shumë dashuri. Jep dashuri, është yearning, është pasionant. Edhe që nga ai moment njerëzit interneti shkalloi edhe tha we need a man like him, bla bla bla, edhe u bë viral. Jo, do ta shikoni, do të rregoj ca dite, do ta shikoni pse. Anabeli kishte hedhur ndërkohë Gjesi një video të këtij që ky rrëkëllente një gotë qumshti a ujë se ç'ishte dhe duke i fiksi
çuni Benit nga lushnja ose ku di unë që rrëllente një gotë dhall. Nuk e di si mund të ishte ai seksi. Mua nuk më duket seksi, nuk e di. Në mendjen time imazhi një burri seksi që është William Levi, që nga 2011-ta. Ndoshta ka pas dhe faktorë të tjerë përveç pamjes dhe veshëve që mund ta kenë cilësuar seksi. Mashkull seksi. Ne, un kam një lloj tjetër standardi për mashkullin seksi. Dhe ne të Shqipërisë mendoj që kemi një standard seksi. Se po të shifje komentet e Kanabeli, ishin shumë goca që vetëm e shanin. Dhe si ka mundsi ky burrim është më i mirë. E se këto gjëra delur. Burri sa ndërkohë me barkun, me goja. Jo, po duhet nga ai barku që është mjaftueshëm, okay, që ti mund të lësh dhe në tas patatine sipër kur shikoj flexi. Do thoja një gjë për barkun e madh, po s'po e them. Do ta lë për një episod tjetër. Sepse më ka dalë jashtë pritshmërive barku. Jam shumë kurioze çfarë thuhet për barkun e madh. Sa i madh? Jo, për barkun e madh gjatë raporteve intime, thonë që është mirë. Thonë, Negli. Thonë studimet, Negli. Thonë studimet, raportet shkencore. Një studim shkencor nga revista Vogue është vërtetuar që barku është qenë i mirë për raporte intime. 1% shumë. Mendoj që nëse gocat që kanë eksperiencë me këtë e dëgjojnë, mund ta vërtetojnë në komente nëse jo. Bëhet fjalë për atë barkun e lezetshëm të madh. Po pra bark lezetshëm, jo bark birre të madh. Okej. Bark birre mund të jetë okay, bark birre. Jo bark, do të thon bark shumë i fryrë i madh. Po flas për një bark modest të lezetshëm. Sa i Benardit. Se për shembull të vila e marrin Benardin. E zëm se. Andaj që është i përshtatshëm që po flasim për atë lloj raporti barku, si mendon? Mendoj që atë kisha Mendoj që atë kisha fiks në mendje. Okej. Ma futët vajza. Jo, vetëm ne. E zëm se. I dashuri juaj nuk është me bark. Okej. E zëm se i dashuri juaj pik. E zëm se i dashuri juaj ju thyen zemrën dhe ju doni ta Me bark? Më lërë Jo, me glim, lërë ta mbaroj. Më fal. E zëm se i dashuri juaj ju thyen zemrën keq fare, si do hakmerreshit. E keni menduar ndonjëherë a do hakmerreshit? Po. Po mundosh Ja hakmar ndonjëherë ta ti? mendoja pak për të qenë një njeri i mirë, varet çfarë më ka bërë. Të ka thyer zemrën keq fare. Ti mendoje që do ishe nëna e fëmijëve të tij, ti mendoje që do ta ndërtoje jetën me të, por ai një ditë të bukur ti e gjen me një tjetër dhe të tradhton. Po. Mendoj që në këtë fazë të jetës do i ktheja faqet e tjera dhe do vazhdoja rrugën. Jo, nuk po them për një gjë kaq boring, dua diçka më interesante. Po, domethënë, kur themi fantazin për tu hakmarr me ishin, nuk flasim për fantazin bëjmë glow up, ikim në palestër, merrem me veten. Okej, Okej, do fantazojmë. Fantazoj diçka më shumë më potente. Okej. Do t'i shkruaja ishit në 3 të mëngjesit. Nuk do e merrja në telefon. Telefoni është shumë bazik dhe duket sikur nëse nuk ma hap më prishet plani. Se mund të mendoj edhe që po kërkoj ndonjë gjë jo interesante. Do bëja sikur kisha pirë. Do t'i shkruaj një mesazh e thoja ai e zgjuar. Ai do thonte po, se është një njeri i papunë dhe e gdhin. DJ ma. Do thonte po, shumë bukur. Po jo se i DJ pa punë 3 mëngjesit nuk shkon. Do të shkoj ditë javë. Dhe do i thoja ai e zgjuar. Do thonte ai po, do thoja që kam pirë dhe që më ka marrë malli shumë. Por ta thoja malli, po në aspekt dashuror. Do ta çoja te seksi. Edhe ndoshta varg do shëroja me një foto, një selfie, një gotë në dorë për ta bërë më romantike situatën, që të jetë mos të ketë vend për refuzim. Duke marrë parasysh që isha zakonisht kthejnë përgjigje në këto orare sidomos, dhe ai do më thonte, do kthente përgjigje, ti shkoja në shtëpi, do mbusha një çantë. Në çantë do merrja një krem. Krem vit nga ai që heq qimet. Jo ai me lopat, ai që e lë pak dhe bien qimet vet. Okej. Dhe I see where this tani is se going. çfarë ndodh rrugës për hir të planit, nuk mbaj përgjegjësi. A do më thënë, Nëse ti bën seks, atë natë, para se ti hedhësh vitin në shampo. Pak do ketë flok. His hairline do jetë okay. po ai nuk supozohet që ti bien të gjithë qimet e flokëve literalisht.
Po. Por, shiko, se do të jetë se unë do rri edhe ta shoh. Se do bësh dush. Ose jo, po prit pak. Jo, Sepse këta I bie që nëse ai futet në dush pasi kanë bërë seks, ti do futesh në dush bashkë me të, se kështu funksionon. Funksionon në lidhje, jo me ishin. Po ti pendohesh. Po ti do ta shohësh të gjë, pendohesh dhe thua ky ishte një gabim, edhe çohesh që ti ikësh, ndërkohë kur ke qenë ti në dush, ke mbush shampon mirë me gjithë kremin, ke përzi bashkë dhe hy do të bëj ai dush, teksa ai del nga dushi ti po vishesh dhe ai hapi flokëve kështu. Pra e gjithë flokëve që ka vërdalla ndërkohë me atë shampon, se ata një shampon kanë kokë, trup, këmbë, një saj. Dhe të bien të gjitha interesant. E frikshme pak në fakt. Kjo që ka mirë ta mendosh për pjesët e tjera të trupit, po për kokën e kokës. Për kokën e kokës, po absolutisht. Do t'i bien flokët edhe do jetë pastaj ku ka të kesh një çun që ka shumë flok, domethënë edhe të hakmerrësh që t'i bien lesht e kokës. Është fantastike. Remove his hairline. Lerta ti? Ke një fantazi? Jo, unë jam njëri shumë boring, po e them, domethënë, unë kam dalë këtu dhe them që jam njëri boring, nuk kam asnjë fantazi. Lerta është fiksa që thamë ne, glow up, shën e palestër, merrem me veten time, punoj, bëj lek. Unë maksimumi po në këtë fazë, po ideja ishte që të kalosh se unë tash nuk do mundosha fare as jo, unë nuk jam kaq kreative sa ty në hakmarrje. Unë maksimumi do ta fusja në burg, për shembull, varet, mund të ketë bërë një gjë, ku di unë. Do gjeja diçka dhe do ta fusja në burg. As pak kreative. Wow. Ç'të fusja në burg? Do bëje ti situatë sikur, do krijoje. Kota kam, nuk jam kaq. Okej, nuk ka që keqe. Nuk jam kaq e keqe dhe kaq djallëzore. Unë nuk kam një fantazi, thjesht çdo çun që unë jam marr ka pasur një makinë të mirë dhe e ka pasur, ka qenë fiksuar pas makinës. Nuk e di, çfarë do bëj makinës atij. Thënë shkatërim total në një nga ato shkopat që janë në parade room. Do bëje Harley Quinn, do merr shkopin e baseball, kapit e dy bistaleca, geta rrjet, edhe një bluzë crop top me pantallona. Mos ngili asnjë cop dhe pasyra që të ngjash edhe seksi kur ta bësh, që nëse të kap. A mund të bëjmë një video ndërkohë sepse është dhe shumë e bukur pa. Që nëse dikush do ta çava, që ti ishe, ne ti kemi. Ti jedhim në TikTok. Nuk jam e sigurt a do doja të më shitet teksa e bëja apo jo. Duke qenë se është imagjinat, do doja shumë të shitet teksa e bëja. Do doja shumë të më shitet teksa unë çatroja makinën e ti. Të lutem përfundoje fjalinë se 2 herë të para ishte e rrezikshme. Se ajo hakmarrje është po ta mendoj. Ajo është një tjetër lloj hakmarrje. Shumë e ëmbël. Hakmarrja është. Bëj pak këtu. Hakmarrja është një pjatë që serviret e ftohtë. Por në jetë reale, nëse do isha ndonjëherë aq budalla që mjaftueshëm sa për ta bërë të gjën, do doja mos të jesh shenja se mund të vrisim për shembull. Unë mendoj, më falni të ndërpreva, unë mendoj që ne të treja jemi way better than that dhe në këtë moment hakmarrja unë ideale është ta ulim këtu veten, të ndizet kamera dhe o ka më bukur të dëgjenerosh një njeri live. Absolutisht po. Yes, se sa ti shkatërrosh makinën. Kjo mbetet në YouTube për gjithmonë. Në socials, në story, fan edit, you pick and choose. Or ideja që ndron që këto të tre që thamë ne, me vërtet nuk janë hakmarrjet më të mira. Sepse ne dhëm një as në Instagram dhe pam ca hakmarrje. O zot. I love it when girls speak. Tani, këto janë përgjigjet më të çmendura që kanë dhënë vajzat në Instagram se si janë hakmarrë ndaj ishit. Dhe nuk ju shkon mendja, domethënë ishin. Nuk do të thoja të tmerrshme. Do thoja fantastike, brillante vërtet, po. Nuk kam fjalë. Nuk e di se çfarë mbiemrash të tjerë mund të ketë për të përshkruar kreativitetin e këtyre femrave të lënduara që janë hakmarrë ndaj ishit. Ta nisim me të parën? E nisim. Një natë isha tap dhe më kujtua ishi që kishte qenë duke më tradhtuar si derë për një vit me radhë dhe unë s'kisha kuptuar asgjë. Kaloj poshtë pallatit të tij, shoh makinën e parkuar në vendin që e parkonte gjithmonë, shkoj te supermarketi ngjitur që ishte 24 orë hapur, mora 4 kuti qumësht dhe derdha të gjithë në serbatorin e tij të makinës. E bukura është që ai nuk e mori vesh kurse nga ai erdhi. A thua ishte qumësh bajame, apo kokosi, apo qumësh lope? Jo, kam përshkuar shumë qumësh lope. Jo, ideja është ka marrë 4 kuti qumësh, sa I bie? 4 litra. Sa I lek janë 4 litra naftë? 4 herë 160, llogarit ku jeton ti? Ku jeton ti? Të shkoj 1800 tash, nëse. Dhe ka harxuar 4 litra qumësh.
Për t'ia derdhur në serbatorin e makinës. 8.000 lekë. Jam shumë kurioze të di se çfarë ka ndodhur kur ai ka ndez makinën. Si jo që marr vesh nga makina. Çfarë do çuna nëse serbatorit makinës ndizet edhe ka ty ka qumësht? Ja bën mu. Ja bën mu. Ishte e bukur ko ja bën mu thanë çunat e teknikës. Kam 2 vite që jam ndarë dhe çdo çuni që më ngacmon të kërkon numrin, i jap numrin e tij. Interesante. Imagjino ti je ndark te rruga Salës. Mendoj se sken. Ndark te rruga Salës. Ti kalon aty. Ose takon njërin në klub. Më jep numrin thotë ai. Po da apo çketi. Ep numrin. Çfarë ndodh pastaj? Mendoj që përpara se ti jepja numrin, duhet bëja pak build up të bisedës, sepse nëse jep thjesht numrin pa build up, ai do të shkruaj për shembull ç'kemi ama ideali sa takove në filan vend. Nëse ti jep pak shtys, Pak muhabet, që të ngjarë si e interesuar, atëherë mesazhi mund të jetë për shembull më provokues, edhe ai të jetë edhe të jenë disa, do ta bësh si sfidë në llogari të ndryshme, edhe ky të jetë me këtë gocën e re dhe të ngjaj si geja, kupton? O jam ideali, ore çfarë po ndon? Po i bie që këtë gjë ta bësh aty live, pra build upin e bisedës ta bësh live. Dhe pasi thosh, e di çfarë për më shumë, ti më shkruaj në WhatsApp, natën jam aktive. Në WhatsApp. Okej. Imagjinoje që ai të dërgon direkt sapo ha bisedën një foto të mikut të ti. Të mikut të ti të ngushtë. Dhe ai që është me vajzën, me atë gocën që të ka tradhtuar ty, ajo thotë, "Çfarë dreqin ka ndodhur?" Like, çfarë dreqin? Ndonjëherë ndiem inferior dhe dua ta shoh se si është miku të tjerë dhe i kërkoj foto. Unë ndava dhe hapa një profil në Grindr me emrin dhe fotot e tij. Vendosa numrin e tij të telefonit në bio dhe me një Instagram fake i shkruajta çunave që ai kishte në Instagram të bënin kujdes nga ai sepse masturbohej me fotot e tyre. Kjo për shembull është elit. Është ajk, është fantastike. Unë nuk e di ku i ka shkuar mendja. Janë të nesërmen shokët që e shohin. Çfarë të bëna më burr? Ai gjë çfarë të bëna më re? Po mirë, si funksionon kjo gjëja se për shembull ata mund ta kuptojnë që ajo është një adresë fallse që ndoshta po mundohet të dëmtojë. Për që, a e ke parë një herë? Nuk e ke parë, por për shembull, un kam parë profilin në Grindr dhe emrat në usernamet janë Babushi 63. Vetëm në shtëpi. Top or bottom. Either way, it's fine. Okay. I printova fotot nudo që më kishte nisur dhe i ngjita në të 6 katët e pallatit. Domethënë ka printuar fotot nudo që i ka nisur ishi dhe i ka ngjitur në pallat. Kjo nuk më pëlqen. Me fytyrë apo pa fytyrë? Foto nudo Jess. Jo, se me fytyrë, foto e bëj ligët e kokë. Pra, domethënë, janë foto nudo. Kjo koka thot. Po gjithsesi kjo është pak e rëndë, se pastaj kjo është që të shkosh në nivelin e meshkujve në qimnaz që shpërndanin fotot e gocave nudo. Kam përshtypjen që ja ka printuar me fytyrë sepse ashtu do e lëndonte se përndryshe ku e njeh dikush është i tij, e kupton? E vërtet. Bardhëzi apo me ngjyra është pyetja ime. Kemi pyetje të lutem na shkruaj sërish dhe kemi shumë pyetje për ty. Nëse është bardhëzi është romantike, është artistike. A vash se nuk u bë. Dio Michelangelo. Michelangelo për të luajtur varr pas kësaj. I dogja motorin, kaq mjaftoi. Jam shumë dakord. Absolutisht. Super hakmarrje. Diçka që Jesse do ta bën. Po do e bëja. Dhe kjo pa motorin. Motorin, pa. Bëni like të episod nëse dhe you love it. Po një çun që vdes pas motorit, dike një motori është shumë e dhimbshme. Po shumë e rëndë, si mund të djegësh një motor, domethënë ti me benzinë. Unë nuk e kuptoj se më duket lak të gjithin. Më duket diçka që do shumë forcë mashkullore të djegësh një motor. Pra ti duhet të gjesh vendin të blesh benzinën dhe duhet shumë benzina, karburant. Thua, duhet të gjesh vendin të blesh benzinën do kërkosh në Google. Më fal. Si shkon ti tek karburanti dhe
rastësisht dua të blej pak benzinë. Gjaxhim, ka lënë makina 500 metra më poshtë, hapësh ishte benzinë të lutem. Sa të liga, unë nuk do të bëj ato. Po mirë, e morë benzinën. Ty ndërkohë që i hedh atë benzinën motorit, nuk do të shohin njerëz, do të vesh flakën. 3 mëngjesit natën, te lagja. 3 orë mistike, te lagja, te lagja aty bën, se atë te lagja dyshon se kush e ka bër. Më falni, policia i merr vesh ndonjëherë këto gjëra? Jam kurioze, kështu kot pyes për i shohin. Se kjo është vandalizëm, a quhet kjo gjëja është shkatrim i pronës? Ajo që do të bënte Xhesi që duhet ta filmoje. Vandalizëm. Da, jo, ashtu është, po në rast të kishim mundësi kështu do e bëni, me kupton, nuk do e bëjmë, po në rast. Kishte një tjetër njëkohësisht me mua, më manipulonte të besoja që isha vajza me të cilën donte të krijonte familje. Pastaj vendosi të martohej me një tjetër. 2 ditë përpara dasmës, ja tregova të gjitha asaj tjetrës dhe ajo anuloi çdo gjë. Mirë. Ka qelluar që shqyra ajo anulloi, sepse ka gra që thonë, "Çfarë do ti me burrin tim, ai më do mua, mashtrime." A është ky burri yt në foto me mua? Më fal, do goxha guxim që ti 2 ditë përpara dasmës ta anulosh çdo gjë vetëm sepse një tjetër të vjen dhe të thotë që shiko se burri yt më ka trastuar. Ti duhet të shikosh provat, ti analizosh. Do kesh atë tjetrin që do të qurravite, do të shahet, shiko se kam bërë, jo po ajo gënjen. 2 ditë janë shumë pak. Unë mendoj që kjo nuk është akmarrje mjaftueshëm. Unë mendoj që ti nuk e anullon dasmën, me shpresë që dasmën e paguan burri. Edhe në mes të dasmës i hap fotot me projektor, edhe chatet. Shohim videoklipin ndërkohë. Edhe unë partnerin tim kam shumë vite që e njoh dhe jam shumë e lumtur që në këtë ditë të dasmës kam përgatitur një mini film me të gjitha të kujtimit tona bashk. Edhe ja bën play para fare fisit. Më duket shumë kjo. As pak. Do të rrafton para dhe do martohesh. Gjatë stresi kanë nuset para të martohen. Nuk e di asun. Jo, po mendoj që është shumë stres i madh. Unë mendoj që do ishte ide e bukur se do të shihni dhe hallat e burrit edhe tezën e burrit dhe mamaja e burrit. Po imagjino që ti do jesh në gojë të këtij fisit për vite me radhë, kupton? Po ai ishte në gojë të asaj grus tjetër apo si ishte problem? Nuk e mendova në këtë prizëm, por okej, aty biles, aty në fshesh të burra. Do thon pastaj si a futi ajo e la mes dasmën iku pastaj. Ai pastaj del mes iku tok. Në vend të emrit të një aksidentuari që kishte vdekur, printova lajmin në fletë, vendosa emrin dhe foton e tij dhe e vendosa në çdo shtyllë të mundshme poshtë lagjit të tij dhe jo vetëm. Kjo është pak e rëndë, mendoj unë. Kjo është e rëndë. Kjo është 1 minutë heshtje për këtë lajmin. Kjo është çike keqe. Se mund ta shohin familjarët e atij, gjyna. Po pra. Ti çka ka bërë ai? Po mirë, se familjarët mund ta kenë parë para gjysore atë dhe thot varja, apo jo, gjysore shumë. Jo me ti, por nëse shohin foton e çunit vetë aty. Është e rëndë kjo. Është e rëndë. Çfarë ka bërë me motor? Është e rëndë. Është e rëndë mos ta bëj. Më tradhtoi me një nga shoqjet e tij të ngushta, ndërsa unë u lidha me vllajën e tij. Brenda shtëpisë. Tani brenda familjes nuk quhet. Ishte edhe një gocë tjetër që kishte bonus point nëse jeni binjak. Jam binjak, se më ngelte binjakët. Ishte edhe një gocë tjetër që kishte thënë që u lidha me babin sepse prindërit e kishte të divorcuar, nuk e di pse se pas kemi këtu. Po sepse bën sens, do të thënë ti më tradhton mua, kështu që në vend me që s'kem të dashur më tret mami. Mami! I dërgova një tufë me lule në shtëpinë e prindërve të tij. I shkruajta në pusull fjalë dashurie dhe në fund emrin e një djali. Prindrit e tij filluan të dyshonin ai ishte gay. A ka ndonjë lajm me gay që ta lexoj sot në këtë emision? I do it for the girls and the gays, that's it. Bonus point sa i çunjë që e mban veten. Që më thon me xhel, heq vetullat në te berberi. Ç'a kemë? Prindrit e tij, prindrit e tij dyshonin më shumë ai. Të bënte sens dyshimi atëherë. Në këtë pikë mendoj që nuk ka nevojë të bëj sens dyshimi kur mashkulli i sjell tufë me lule në shtëpi, edhe i shkruajnë fjalë dashurie nga një mashkull. Po mirë, tani prindrit kur lexojnë këtë pusullën, nuk mund mendojnë për shembull që mund të ketë ngatruar An në fund, ai e ka bërë Beni. Po mirë, Beni mund ta ketë një emër që ngatroi. Ando, jo. Anda. Serga. Po ajo mund të shkruaj në pusull dhe pse jemi të 2 burra, kjo gjë mund të na ndalojë ta çojmë gjë përpara. Beni.
Okej, nëse është kështu kaq specifike, po është dyshuese. Po me që po e bën bëhet tamam, çoj deri në fund. Pra, ti tamam dyshim, domethënë. Kishim 2 vite distancë. Ai jetonte dhe punonte në Angli. Aplikova për vizën angleze dhe e mora, por vendosa t'ia bëja surprizë. Ai ishte gjatë gjithë kohës me lokacion hapur dhe me timen nuk ishte vend fare për shqetësime. I shkoi atje surprizë dhe i gjej në krevat me një polake. Dal nga shtëpia, iki në polici dhe i tregoi për location e shtëpisë së barit. Ai akoma mendon që kanë spionuar të tjerë. Tradhtia i doli prej hundësh. 2 vite lidhje, 1 vit burg. Love it. Love it. Un kam një pyetje, Kam një pyetje. Si nuk t'u dhimbsën ato çantat Louis Vuitton, my motor? Po pse me ti? 2 vite Pse një lidhje vit burg han për shtëpi bari? Po. Se kjo ishte më interesante për mua. Aq mendoj. Aq mendoj se pastaj deportohen në Shqipëri. Yes, vin këtu. E vazhdojmë burgun këtu. Jo, thjesht vin këtu, nuk i lejo të rrinë në Angli, mendoj. Bo robi lek për vit burg s'gjen që burg të Angli. Kjo i bie që s'ka qenë nga ato gocës, Jo, por nuk e ka pastaj që- interesuar. Jo, ka shkuar, e shkruaj ta bëj surprizë, ka qenë 2 vite Surprizë, po distancë. ç'është kjo surprizë si shkoke në Angli herë pa i njoftuar këtë tjetrin se apo vizë. Me vizë? Me Ka pasur vizë, maj, pa me vizë. Po Unë shumë mirë Nova- të çka ti bësh dashurit surprizë, aty pastaj e kapi. Po mirë, se mund t'i bësh surprizë dashurit që t'jeton në Pogradec për shembull, se shkon në Pogradec, po surprizë dashurit në Angli sigurisht që Nuk më duket interesante Mirë ka të keni një lidhje me një djalë që jeton në Pogradec dhe të shkon jo nga Tirana të kaloni fundjavën në Pogradec. tani kemi dhe një letër tjetër që mua më duk një hakmarrje goxha interesante, nga ardhur nga një gocë, që Meglin nuk e lash ta dëgjonte, se thash do ta dëgjosh në studio dhe do më japësh reagimin tënd të sinqert. Kështu që vëmendje. Sa më lexova se s'më rrinte. Nuk të rrisum aty. Kam qenë e lidhur për 3 vite me një djalë. Gjatë gjithë kohës që ishim në lidhje, ai shumë shpesh bëhej disi xheloz për një shok që unë kisha në punë. Marrëdhënia ime me të ishte shumë korrekte, por ndonjëherë dukej sikur ai xhelozonte gjërat që ai kishte. Mendoj që ndodh shpesh mes çunash. Ai ishte vërtet shumë i pashëm, i bënte gocat për vete, kishte lek, makina, të gjitha me punën e tij, dhe ky imi sa herë lavdëroja se sa shumë kishte arritur, kishte tendencën ose ta ulte ose të bëhej xheloz. Pas 3 vitesh në lidhje, i dashuri im më tradhton. I kap mesazhet dhe thjesht e lë. Asoj kohë, ai mendonte se ajo tjetra ishte dashuria e jetës dhe në atë moment nuk më shkoi në mendje të shkruaja gjë asaj apo të zihesha me atë gocën tjetër. Marr në kafe shokun e punës dhe i them kështu dua të më ndihmosh. Ndoqa për 3 ditë këtë gocën, ku hynte, ku dilte, ku punonte dhe ja thash të gjitha të dhënat shokut tim bashkë me adresën e Instagramit. I thash ngacmoje dhe bëje të dashurohet me ty. Kisha besim të plot tek ai. Ai e ngacmoi, i shkruajti, i tha të kam parë kur kaloje tek X vend, kam bërë çdo gjë për të gjetur emrin tënd të Instagramit, bla bla bla, këto muhabetet që të bëjnë çunat kur duan të mbushin mendjen. Ata flasin bashk, dalin fshehur dhe i kapa foto bashkë në restorant dhe ja çoi atij me Instagram fake. Direkt pas kësaj, shoku im nuk merret më me atë gocën dhe pas një muaji postoi status në WhatsApp me shokun tim, gjoja si çift dhe shkruaj: jeta ime, je mashkulli më perfekt dhe i përmbushur që ekziston. Ai se ka vrarë akoma veten, por më besoni ka qenë shumë afër. Kjo ishte perfekte. Kjo ishte perfekte. Wow. Ishte perfekte. Kjo pra. Na I ku bësh ty. Kjo. Për këtë e ka fjalën e Isa Lila. Për këtë e ka. Të lloj hakmarrje. Për këtë lloj hakmarrje. Sepse është e mirë menduar, është domethënë kjo vajzë do ta ketë Lilin në akrep. E ka bërë me plan, është ti aty ku se pret. Domethënë ka ardhur. Ka studiuar lëvizjet e asaj gocës, ka parë se ku han, ku kalonte pushimin e punës, ku dilte pas pune, këtë akonte pas pune, ka studiuar çdo lëvizje të saj dhe ja ka thënë shokut të ngushtë. E shikon të me Një thënë, më të kalkuluar. mua më bën E shikon që ekziston shoqëria mes një mashkulli dhe një vajze. Shiko, mua më bën shumë përshtypje fakti se sa mirë ka vetur në mendje që për te çdo hakmarrje fizike ka zgjuar një hakmarrje që i vret egon, ai mashkulli që ky kishte inat që ishte goxha më i pashëm, që kapte gocë, ishte Më i shumë nga ana arrir, monetar, po. më i arrir se ai.
Përveç se i kapi të dashurën e jetës, i kapi edhe ishin të dyja, e kupton? Ishte 10 nga 10 kjo hakmarrja. Ishte 10-10, e di pse ishte një hakmarrje 10-10, sepse nuk ka bërë asnjë lëndim fizik, nuk ka dëmtuar as motorin, Pikërisht. nuk i ka djegur, nuk i ka mbushur serbatorin me qumësh, Nuk kanë burg. nuk bën burg, ti thjesht ke dëmtuar egon e tij maskullore dhe Fjalia I e love fundit. this. Fjalia e fundit. Jo, Si ishte, lexoj pak. Ajo ishte shumë e bukur, ajo ishte aq. Aty ka qenë goditja finale, goditja përfundimtare. Jeta ime je mashkulli më perfekt dhe më i përmbushur që ekziston. Like, Super fjali. Oh my gosh. Nuk e di. Wow. Super fjalin. harrova ta pyesja për shenjën e horoskopit, po unë do vija bast mbi këtë koltuk të kuq që ti je akrep. Do vija bast. Nëse s'është akrep, planetin e hakmarrjes Lilin e kanë akrep e vdekme. Jo, është patjetër akrep. Ka diçka në akrep ka shumë. Do ta pyesim. Tani unë si gjithmonë në fund kam një lojë për ju. Tani duke qenë se ne pam të gjitha këto hakmarrjet, në një pikë ndoshta ne na vjen keq. Dhe loja është, a do ju vinte keq në disa situata? Për shembull, a do të vinte keq nëse ishi jo do aksidentohej? Të vërtetën, reali, ju lutem. Po. Po nëse do aksidentohej kur ishte me të dashur në re duke u puthur? Jo. Jo, sepse syt në timon, ju e kanë dashur koka vet, e keni merituar. Edhe nëse është duke ecur në këmbë, ju thyft. Okej. A do ju vinte keq nëse ishi do ngelej pa duar? Po, më së gjunaf. Për çaj duan duart, kapi firma të tjera, mas i iko. Megli na vjen keq, Megli, na Okej, vjen. a vjen keq pa duar Na me vjen gjendore. Ishi pa duar, mendoj ishi pa duar, mendon do të ishi pa duar, ja qoftë zot. La qoftë zot. Gjunaf me. Po pa organin e tij jetësor? Nuk më vjen keq. Jo, më fal. Nuk do doja të ishte pa organin e tij jetësor. Do doja që ta kishte organin e tij jetësor, dhe ta kishte artis funksional, saqë mos të ngrihej as nga Viagra, domethënë mos t'i bënte punë, sepse imagjino se sa keq do ndihej që e ka dhe nuk i punon. E vërtet. Se kur se ka do thonte se ka, ma kupton. Kur e ke dhe nuk punon, aty është esenca. O zoti madh, femra fut shejtani në shishe, realisht, domethënë. Nuk e di. I hyft. Nuk e di. Tani, marrim supozimisht, nëse ishi juaj do merre me tendera, a do ju vinte keq nëse nuk do kapte për shembull një X tender? Jo. Okej. Po nëse do ishte akuzuar në spak? Keq? I hyft. Do vinte keq. Do më vinte keq, po di pse? Pse dreqin e ka akuzuar spaku kur ishin bashkë, nuk ishte ndonjë lloj jetese për të investiguar nga spaku, çfarë do të thënë kjo? Okej. Po nëse futet në burg, do ju vinte keq nëse futet në burg. Këtu do e dilja, pra kur thash i hyft në burg do e thoja, jo hyft. Do të thonë, do ju vinte keq nëse do futet në burg. Jo. Okej. Nëse në burg Po nëse në burg ka sapun, bravo Megli. Pa ja këtë para me aty. Nëse në burg ka sapun. Mendoj që në 2025 në burg ka sapun të lëngshëm. Mendoj që vetëm nëse i pëlqen vetë nuk të bik i rëshket sapuni motor. Gjë nuk do më vinte keq. Shiko, dhe sapuni lëngshëm Megli. Pyetja tjetër Gjesi. A do ju vinte keq nëse ishi juaj do ngelej pa lek? A si lloj të ardhur e keq. Megli? Jo. Po nëse të kërkonte lek borxh? Mua jo jera, si lloj leku borxh, jo. Varet, nëse do ishte keq nga situata, domethënë, që do ishte. Ishi? Po, do më bëj shumë qejf që të më kërkonte lek. Do a jepje? Jo. Po nëse do dilte për të lypur. Se gjëna do Po thonë, s'do dalë, aja prem duar. do thonin pastaj, ishi Meglit ka dalë me lyp, ishi me çka ka I fali çilek. I fali çilek. Po pra, po ka dalë me lyp sepse imagjino iku nga unë dhe ju shkatrua jeta, plus do jetë pa duar dhe pa organ. Nga gjitha këto listat aty do përfundoj. Jo, për te shakave do na vinte keq. Okej.
E vërtetë, na vjen keq dhe për lypsat që shohim në rrugë. Na vjen keq për statusin tonë që ishi jam përfundoi duke lypur, po për ata. Nuk e lën sa marr një koment mirë. Nëse, a do ju vinte keq nëse ishi do merrte kredi për të blerë shtëpi? Sa pyetje specifike. Po nëse do blinte shtëpinë për të dashurën e re? I raft themeli pallatit jare bio zot mos ja miratof bankat kredi. Atë mos ja dhënt bashkia atë hipotekë. Jo, të kaloj të mikrokredit. Aty vetë më keq. Aty ja fusin keq fare. Mikrokredit. Inshallah i shembet. Mikrokredit aty ja fusin. Ashtu? Inshallah i shembet nga internet. Okej. Zat këshia. A do vinte keq nëse ishi tuaj do i turrej shumë keq dhe do e kafshonte një qen? Mendoj që e di vazhdimin e kësaj. Po nëse ai qeni do ta kafshonte tek organi i jetësor. Jo, nuk është vazhdimi. Vazhdimi është po do vite keq për qenin. Vazhdimi është po nëse ai ishte qeni juaj. Qeni që do kafshonte. Nuk qesh me këtë, se mua më ka ngort qenin, plus qenin 12 kishte dhe nuk do vite keq për qenin. Do i thoja hajde këtu idiot. Lena. Kafshon. Po vaj, pse nuk ishte pyetja tjetër po nëse do i kafshonte? Pse nuk ishte pyetja, a do të vinte keq për ishin nëse do kafshonte një qen? Sepse nëse do ishte ky rast do thoja po, shtrohem në psikiatri ose te portokallet në Vlorë. Okej. Portokallet në Vlorë. A do ju vinte keq nëse ishi do hynte një gjarpër në krevat dhe piskonte? Ky gjarpër do isha shpejt ajo fjalia. Ky gjarpër do isha unë. Shqyr më shumë shpejt fjalia. Pse? Do ishte tik. Ai gjarpër në çarçafët e tij kështu. Jo, nuk na vjen keq, jo. Po nëse do ishte me të dashurën e re duke bërë seks dhe duke i thënë se ajo është më e mira? Inshallah i pickon. Inshallah i gjarpër të dyve. Gjarpi të dyve. Helmus. Edhe e fundit. Ma e në kanda do. None unless you got buns, huh? E fundit. Por jo më pak e rëndësishmja. A do ju vinte keq nëse ishit tuaj do i binte atak kardiak? Po. Është sa të Po mira nëse i ka rënë atak duke vrapuar nga një gocë që jeton astir dhe bën vrap të liçeni vën për të dukur cool? Edhe një herë të lutem e dua ta analizoj pak. Edhe një herë. Po nëse ishit tuaj i ka rënë atak duke vrapuar nga një gocë që jeton në astir dhe bën vrap të liçeni vetëm për të dukur cool. Kjo goca bën vrap të liçeni. Ishin që duke ndjek të gocat e liçeni. Po, që jeton astir. Se ka lidhje të kjo në shtëpi astir. Bën më të keqe. Më fal, pse po diskriminojmë shtëpitë në astir? Do flasim një episod tjetër për këtë bler. Vjen keq për një mashkull që vrapon pas një goce? Pas një goce të liçeni, sepse në këtë rast është si ai që më ka ndjek mua nga ato manjakët. Vjen keq për atë gocën. Kjo ishte shumë kreative gjë. Okej, me ka qenë mbylla dhe unë. Qarta si ndonjëherë nuk është na vjen shumë keq për ishat? Ja, shiko, ne nuk do të mbyllim me këtë, ne do të mbyllim për të shaka. Mirë, një sekond. Po ku mendon? Ama. Ja, vazhdo. Tani, një pyetje e fundit për ju. Kush mendoni ju që është hapi i fundit i hakmarrjes? Do të thënë realisht për ju. Ti edhe dhe sipër. Po për të shakave. Ça dëgjova? Ti edhe dhe sipër? Çfarë projekt? Asiloj prerë. Asiloj. Dëgjoj. Do flasim seriozisht tani. Seriozisht, po. Për të shakave, ata që arrin në fund të episodit arrin të kuptojnë me vërtet atë çfarë ne duam të themi, se ata që e shohin në episodin ndoshta minutat e para thon këto janë psikopate, nuk është e vërtet, është gjysmë, por po thoya që nuk ja vlen në asnjë moment mendoj unë që ti të harxhosh energji, sepse ajo është energji që ti e vendos për të menduar se si do hakmerresh, çfarë do bësh kundër ishit. Ka një arsye sepse ai është ishi dhe ka një arsye sepse ti u ndave, që unë e them gjithmonë këtë gjë, dhe ti duhet vazhdosh të bësh glow upin tënd, të vazhdosh jetën tënde dhe nuk ja vlen asnjë lloj energjie e shpenzuar më
për atë njeriu që nuk është mas kush në jetën tënde? Unë mendoj që kur je ndar nga dikush, për shembull, edhe personi tjetër kalon direkt një lidhje të re, aty kuptohet se kush ka qenë personi toksik që nuk merr dot me veten, por vazhdon me gjëra të tjera, dhe mendoj që me vërtet hakmarrja më e madhe që mund të bësh është fakti që të thonë njerëzit që kur je ndar, ke një lloj shkëlqimi. Dhe ti të merresh me veten tënde është fantastike, edhe të heqësh dheun nga jeta jote. E rregulloj. Unë mendoj që përpos glow up-it jam shumë dakord me ju që çdo gocë pas ndarjes ka një glow up që i shkëlqen më shumë fytyra dhe bëhet më e bukur. Mendoj që hakmarrja përfundimtare është të harrosh. Absolutisht. Thjesht të harrosh, kjo hakmarrja është hapi i fundit. Po. Nuk mendoj që kjo është hakmarrje. Është hakmarrje. Ta harrosh? Sepse kur ti e kujton çdo ditë, pra në fazën që sa e ndar dhe kujton çdo ditë, ai është me ty aty. E kupton? Po, Dhe është në momentin që ti e harron, ti e nuk quhet harron. hakmarrje sepse ti e ke mbyllur si kapitull dhe thjesht nuk të plas më fare. Pikërisht kjo është hakmarrja për atë që ti nuk mendon më për atë. Dhe futi një oksi Një oksi, sepse hakmarrja shjon më shumë për një bajlajfiza. Sidomos këtë Leilan, sepse është the best, sidomos kur ke nevojë për energji të reja, futi një oksi bajlajfiza, një rregull. Kështu që a do e bëjmë një gëzuar se asnjëherë nuk bëjmë gëzuar. Një gëz për çdo hakmarrje. Unë përpara se të shkoj te portokallet në Vlorë, Ke marrë një ndoshta të pi një orangeade, që kur të portokall, kur të shkoj te portokallet, të jem gati në një portokall e moj e ndala lajfizën. Lulet e limonit, të xhesit, Po për mua çka ka? me oksin në sy. Hajde gëzuar. Me një portokall e moj. Kisha menduar një Hajde këngë. këndojmë, çka këngë? Jo, Megli nuk do ta këndoj kurrë këtë këngë. Okej Megli, okej. Hajde këndojmë ne të dyja. Okej, Shake it, almond shake. Dridhem, është tjetër ajo. Kush më, unë e këndoj në një portokall e moj të ndalau në ty. Lulet e limonit moj të binin në sy. Absolutisht, nuk e di, domethënë, nëse ka një të Grije bukur, kokën nëse ka një të bukur ky podcast që ju nuk e kundërshtoni dot, është ngjyrat e shumta që ka brenda kësaj bisede 40 minuta. Domethënë, ti qesh, ti del psikopate, pastaj i fut në një portokall e moj, domethënë është mua. E ka fjalën Nuk për e di. ngjyrat e bukura të sëmundjeve tona mentale. Nëse je një psikolog ose një të tillë, bëni subscribe dhe follow pa Manual Bajandale. Diagnozat e gjenit e ne. Ne ju duam shumë. Faleminderit shumë që edhe këtë episod na shkruajtët pafund. Na shkruani, na vazhdoni na shkruani në Instagram tek pa Manual Bajandale. Na shkruani edhe te profilet tona dhe mos harroni të bëni follow, subscribe në të gjitha platformat andale.al. Paçi. Ju duam. Bye. Ándale.